me ju fol edhe me eduku seksualisht për këtë çështje? Tani të lidhemi me atë që u tha deri tani. Sigurisht që edukimi seksual nuk është thjesht akti seksual, por është fillimisht domethënë që ndë fëmijët e vegjël me njoft gjininë e vet. A është mashkull, a është femër, çka është? Jo, ja trupet. Keq kuptohet kjo që më njëherë ndoshta vim tek akti seksual. Po pra, domethënë jo, që të njofja e vetvetes. Edukimi fillon me njoftjen e vetvetes. Nëse ti nuk e njeh vetveten çfarë je, së pari, që fëmijë, që beb, domethënë derisa fillon mëson që ti e di që je djalë apo ti e di që je vajzë, sepse organi yt gjinital është ndryshe, atëherë pastaj nëse ti nuk e bën këtë hap të rëndësishëm që në fillim, atëherë kem edhe më të vështirë të bësh hapa të tjerë më mbrapa. Unë personalisht jam natyrë shumë e hapur me fëmijët e mi dhe jam gjithmonë me parimin që duke qenë se fëmijët e sotshëm janë në një diarre informacioni të frikshme nga të gjitha anët, është më mirë të krijosh një marrëdhënie të shëndosh duke mos i gënyer. Nëse, dhe këtë e kam si mesazh për të gjithë prindrit, nëse fëmia yt vjen dhe të pyet konkretisht për diçka, është më mirë t'ja u tregosh drejt për drejt të vërtetën, sepse ai fëmijë veç e din, por është duke të testuar apo ja tregon ti të vërtetën apo po e gënjen. Është si puna e asaj, bersaletës që kemi treguar neve në Shqipëri. Tha nëna, tha, nga kam ardhur unë, kemi gjetë mbas kauçit. Po babi ka si lejleku. Apo i tregojmë, tha nëna, se si bëjmë fëmijët, tha të mos vdesi ignorante. Domethënë, fëmia në momentin që të pyet, e ka një bazë informacioni. Dhe në momentin që ti zgjedhësh të gënjesh për atë informacion, ke humbur besueshmërinë atij fëmije për gjithë jetën. Nuk do vi më te ty të flas. Se ndihen ndoshta prindrit në siklet të jenë real. Po sepse ashtu janë rritur ndoshta? Është pjesa e rritjes, pjesa e preardhjes, pjesa e arsimimit, është shumë komplekse gjëja. Pastaj jo çdo natyrë është e lirshme që mund të flasë për diçka. Unë kam parë edhe kolegë të mi që kanë po të njëjtin nivel arsimor si unë, apo po të njëjtën preardhje si unë, që ndihen keq para fëmijëve të vet, sepse nuk ndihen të lirshëm, nuk e kanë atë lirshmërinë natyrale që mund ta kemi ne, që na vjen edhe prej profesionit si gazetar, unë me tim shoq për shembull. Ti ta vetë, po, patjetër. Dua të ndërlidhem pak me Edën, këtë pjesë pajtohem plotësisht se përveç trajtohen shumë tema lidhur me shqetësimet seksuale në pubertet, pastaj adoleshenca, infeksione seksualisht të transmetueshme, barazia gjinore, abuzimet, diskriminimet që po ndodhen. Pikërisht këto tema i trajtojmë në edukimin seksual. Mirë, po kur flasim te tematika shqetësimet seksuale që shfaqen në pubertet, se na e dim që puberteti është pjesë e ndryshimeve fizike, ndërsa adoleshenca e ndryshimeve emocionale. Kur e trajtojmë këtë temë, shpesh herë diskutoj me nxënësit, sa jeni të hapur me prind, sa diskutoni këtë pjesë, për fat keq të na mungon kjo mënyrë e diskutimit apo hapja e diskutimit prind-fëmijë. Arsyeja është që ka mungesë të vetëdijsimit edhe të edukimit nga ana e prindërve, jo të gjithë, pa keq kuptime, por nga frika dhe turpi, që fëmija nëse i mëson ka informacione më herët, do me thënë mundet edhe me i provu, apo me eksperimentu në gjatë gjithë jetës, po e mendojnë, do me thënë, ka nivellet të tilla, por edhe fëmijët në shumë raste diskutojnë që nga frika me diskutu, edhe pse janë shumë të hapur, nuk hezitojnë me diskutu, gjithëherë janë vetë janë gjatë orëve mësimore, diskutojnë për çdo shqetësim që në shtëpi, me njëri tjetrin. Po në shtëpi nuk e diskutojnë me prindi, sepse prindi nuk ja jep mundësinë apo hapjen e komunikimit. Për fat keq te na mungon kjo pjesë. Se ka hermetik si shoqëri, ka shik kësaj çështje. Po, unë mendoj që për shkak paragjykimeve dhe nga kultura patriarkale që $1 million question. Nga për shkak paragjykimeve thash edhe nga kultura patriarkale që na rrethon si shoqëri, nga frika e turpit që na nëse flasim diçka jemi të fol për seksin.
Aseksi Ka disa mënyra që prindrit mund ta bëjnë këtë edhe pa e vënë veten në siklet. Për shembull, nënat mund t'i lënë. Cila është praktika që ti e ke ndjekë da? Lirisht mundeni me u Unë kam fol pa fund, unë vazhdoj dhe flas, nuk e kam atë telash. Po për shembull, për prindrit që e kanë siklet të flasin, që ju vjen siklet, shumë thjesht mund t'i lënë për shembull pecetat higjienike në një vend të dukshëm në tualet. Dhe është shumë normale që fëmia si vajzë si djalë ka për ta pyetur se për çfarë duan. Dhe atëherë ajo mund të hapi një temën e diskutimit të ciklit menstrual femëror. Një gjë që unë e kam bërë me fëmijët e mi, me të madhen sidomos, sepse ishte e madhja, nuk ishte fëmijë të tjerë vërdall, përveç se në kopshte në çerdhe. Për çfarë janë këto? Për ciklin menstrual. Çfarë është? Një herë në muaj ndodh kjo, ndodh ajo. Kjo do të thotë që nuk ka mami një bebë te barku, duke ja thënë shumë ëmbël, bukur edhe qartë. Jo direkt rënd, sepse duhet gjetur edhe gjuha në bazë të moshës se si të komunikohet. Ti nuk mund të thuash që ndodh kjo dhe ndodh kjo dhe ndodh kjo, një moshë 3 vjeç se traumatizon. Po, sigurisht. Por me një 17 vjeçar ti mund ta thuash shumë qartë se si të ruhet. Jo domos se ne nisemi nga parimi që fëmia jonë nuk bëjnë seks. E gjithë ata që po bëjnë seks edhe po meten shtatzan 15-16 vjeç, fëmijët e kujt janë? Tanët pra. Tanët. Dhe ndoshta ishte më e udhës që këta fëmijë të mësonin që në fillim që se çfarë është seksi i mbrojtur, kontraceptivët, prezervativët, të cilët jo vetëm sepse edhe trauma më e madhe e prindërve është shtatzania. Por problemi që nuk është thjesht shtatzania, ndoshta për mua trauma më e madhe do ishte një sëmundje seksualisht të transmetueshme që në afatgjat do e pamundësonte një jetë të shëndetshme të fëmijës tim, si sida për shembull, apo gonorea, apo tjera, se sa thjesht një shtatzani. Domethënë dhe njerëzit duhet ta bëjmë këtë dallim dhe është pikërisht edukimi seksual ai që ti mundëson të gjitha këto detaje. Por hoq, çfarë thot feja për gjithë ata fëmijë që e ndjejnë veten që i përkasin orientimit të njëjtë seksual, si duhet vepruar prindrit me ta? Shqiqoni, tash